Ne do të mbetemi tek e njëjta tematikë, do të diskutojmë rreth saj me analistin Ben Andoni. Përshëndetje zoti Andoni. Përshëndetje. A është normale që një pjesë e këtij ish-burgu i cili është kthyer, po themi, në muze, tashmë të restaurohet për disa xhirime? Me çfarë kuptoj, është bashkuar një qëllim me lejen që është dhënë për të xhiruar me pjesën e, të themi, restaurimit të Spaçit. Problemi tjetër i madh në mendimin tim është që deri tani nuk është folur për Spaç. Ka kohë, unë vetë personalisht e di për projekte që janë bërë për restaurimin e Spaçit dhe që atëherë nuk kam dëgjuar asgjë të tillë. Po keni parasysh ka një kakofoni shumë të madhe zërash dhe pa dashur që të gaboj as unë as ju, do doja që të shpreheshin më përpara arkitektët dhe sidomos njerëzit që kanë të bëjnë me këtë njësi. Në duke ka një veprim të mirë të njerëzve të filmit që për shkak të nevojës së tyre dhe interesit të tyre, po shkojnë më përpara në procesin e restaurimit. Ndërkohë që është e drejtë nga ana tjetër atë që pretendon një pjesë e njerëzve që merren me kujtesën, që Spaçi duhet të jetë sa më afër identitetit të vet. Të gjitha këto, në mendimin tim, i mungon diçka e madhe, që për gjëra të tilla që kanë peshë shumë të madhe, nuk bëhen bashkë institucionet e të përndjekurve, Ministria e Kulturës e Inovacionit, dhe nga ana tjetër dhe grupet e interesit. Dhe sa herë që ne mos t'i kemi bashkë, ne do futemi në qerthuj të gabushëm. Pse? Unë personalisht kam qenë vite më përpara në Spaç, kur më besoni nuk ishte asnjëri në Spaç. Ishte jashtëzakonisht e vështirë për të shkuar dhe rruga për në Spaç është lehtësuar në momentin që është bërë rruga e Kombit. Dhe më besoni, jo vetëm s'kishte njerëz, jo vetëm ishte e braktisur, jo vetëm po merrte fund, por se ti nuk gjej përgjigje nga autoritetet që çfarë do bëj me këtë njësi kaq të madhe të kujtesës tonë. Dhe ju e dini që kohë mbas kohe të përndjekurit e kanë përdorur si vend pelegrinazhi për të sjellë kujtimet për vuajtjen e tyre. Nga ana tjetër ju e dini që ka grupime pafund tash të shoqërisë civile që mundohen të ngrenë zërin. Në mendimin tim një pjesë e tyre më duken abuzive. Dhe përsëri bashkoj mendimit të parë që po ju them, që në raste të tilla, qoftë edhe për njerëzit e filmit, po qoftë edhe për ministrinë, duhet të respektohesh një autoritet që është të përndjekurit, arkitektët dhe grupet e interesit. Pa dalë me një vendim të përbashkët të tre këto grupime, është e pamundur që ti të gjesh të gjesh një përgjigje të saktë. Prandaj ne të dy mund të zhytemi pafund në konkluzione, por se ajo që shikoj është që të gjitha na çojnë në një gjë pa kuptim për një arsye të vetme. E keni parë që mbas 2-3 ditësh gjithçka harrohet sepse do filloj problematika në një vend tjetër. Si e shikoni reagimin e ministrisë, e cila shqetësimin e ngritur nga qytetarët dolën gjithashtu në proteste ka quajtur të pakuptimt, madje e ka cilësuar edhe si tymnaj? Jo, unë mendoj që ajo kohë më përpara duhet ta bënte të njohur projektin dhe duhet ta bënte transparente. Në qoftë se nuk je transparent me publikun, në qoftë se nuk je i saktë në gjërat që thua kohë më përpara dhe mos japësh përgjigje më vonë kur procesi ka mbaruar, patjetër që do gjendesh përballë tyre. Prandaj dhe shpjegimi i gjatë i tyre më shumë më duket justifikim, sepse për raste të tilla nuk e pse të shpjegohesh kaq gjatë. Mjafton të tregosh vendimin me këje këshilluar dhe mënyrën se si kanë vepruar autoritetet që duhet të restaurojnë një objekt institucionit të tillë dhe mjafton. Prandaj po them edhe një herë tjetër, justifikimet e gjata ose të themi shpjegimet e gjata janë justifikime. E kuptoj. Duke qëndruar në të njëjtën fushë, sot kryeministri Rama në Festivalin e Arkitekturës tha se Shqipëria ditët e sotme prodhon më shumë arkitekturë se e gjithë Evropa e marrë bashkë. Ju si e lexoni këtë deklaratë Ramës? Të them drejtën, gjendem pak keq e para nga këto lloj përgjigjesh që janë shumë bombastike.
ju e kuptoni që kjo është një analizë sasiore. Ne të dy në këtë moment duhet të kishim për shembull vëllimin e ndërtimeve që bëhen në Ballkan ose në Europën qendrore ose në Perëndim dhe të jepnim një përgjigje për arsyetimin e zotit Rama. Mund të ketë një të vërtet ndoshta në pjesën e lehtë se si të huajt ndërtojnë në vendin tonë. Po keni parasysh të them një element tjetër që për të ndërtuar në disa vende, thjesht për të shqyrtuar lejen e një ndërtimi duhen vite të tëra. Dhe ne të dy e dim shumë mirë që në një vend ku problemet e pronave janë aq të mbartura, janë aq shqetësuese dhe janë aq të pazgjedhshme, lejet për ndërtim jepen menjëherë dhe kur ne dim nga ana tjetër që shumë ndërtues në mos gaboj, për sa i përket qasjeve të tyre të dokumentacionit lënë shumë për të dëshiruar, atëherë mendoj që kjo thënie zotit Rama bie ndesh me realitetin. Domethënë është e vërtet në duke, në Shqipëri ndërtohet dhe ne që jetojmë në Tiranë e dim, sidomos ne që kemi lindur në këtë qytet, e dim shumë mirë ndryshimin e madh që ka ndodhur. Por se ka një problem të madh që pjesa e politikës që ka ndjekur zoti Rama për t'i ftuar një truall gati të themi bosh siç është Shqipëria, ku tuajt mund të bëjnë, mund të ndërtojnë gjithçka, atëherë vërtet është e lehtë. Por do doja shumë të dëgjoja arkitektët tanë dhe me tërmend po të dëgjosh një pjesë shumë të pakët që kanë kurajo nga arkitektët tanë, përgjigjet janë jashtëzakonisht të dhimbshme. Domethënë Tirana që po ngrihet në këtë lloj forme, po bëhet një Tiranë e cila është gjithmonë më shumë e pabanueshme për qytetarët e saj. Po bëhet një qytet i cili ka humbur çdo lloj identiteti. Jo kuptoj. Dhe së fundi, zoti Andoni, duat ndalem pak në politikë. Është kërkuar nga Partia Demokratike rinumërimi i votave për Tiranën. Ju ç'mendim keni? Po. Mendoj që është i drejtë. Nga ana tjetër, më kap trishtimi për këtë që ishte një proces i tërë, ku ata kanë pas komisionerët e tyre aty. Dhe është e para gjë që më shkon ndërmend është që është vepruar mirë të paktën, që ata të heqin të gjithë shqetësimin e tyre. Çfarë mendoni se do sjellë për Partinë Demokratike kjo kërkesë, kjo gjë? Po nuk besoj që do sjellë ndonjë gjë të madhe. Madje unë dyshoj që ata do e marrin dhe mandatin e 14. Kjo thjesht do shtoj mosbesimin këta, jashtëzakonisht shumë, dhe mbi gjitha do shtoj mosbesimin në pjesën e të themi të gjithë administratës zgjedhore tek ne. Nëse ke një armatë të tërë numëruesësh që ti merr një përgjigje të tillë, atëherë ma besoni këtë që është vërtet shqetësuese kur ti nuk beson njerëzit e tu. Paçka se parimisht them që është mirë që ata të heqin merakun e tyre dhe të shikojnë se çfarë mund të bëjnë. Ajo që më shqetëson personalisht është që mbas shtatorit Partia Demokratike do vazhdojë me këtë narrativ. Madje deri për zgjedhjet lokale këtë do kemi prej tyre që do thonë që na kanë vjedhur zgjedhjet. Ndërkohë që Shqipëria pret përgjigje shumë të mëdha nga opozita që më vjen keq të them mungojnë krejtësisht. Po në këto ditë janë ditë shumë të dhimbshme, qoftë për Shqipërinë, qoftë për Kosovën për një fakt. Kosova ka qenë në nënshkurt që ka bërë votimet dhe sot e kësaj dite nuk ka të konstituar parlamentin. Në një kohë jashtëzakonisht të vështirë për gjithë zhvillimet ndërkombëtare dhe të tjera. Shqipëria nga 11 maj po rikthehet në një proces jo thjesht që po bëhet muaj i zgjedhjeve, po bëhet qesharak i gjithë procesi. E para procesi mosbesimit, procesi përfoljes qoftë të një institucioni postar si DL-ja që është me renome ndërkombëtare, po qoftë edhe akuzat ndaj të gjithë palëve. Kurse në këtë rast PD-ja ka një problem shumë të madh, përveç mosbesimit ke vetja vet, ka atë pjesën e konfliktit që në ditët në vazhdim dhe në javët në vazhdim ka për të dalë në sipërfaqe dhe ka për të dëmtuar akoma më shumë Partinë Demokratike. Unë ju falenderoj zoti Andoni që ishit me lajmet në MCN.